Prokuroria Themelore Publike Shkup ka ngritur akt akus kundër 3 personave fizik dhe 1 person juridik për veprën penale e rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina në lidhje me zjarrin në deponi në Vizbek. Prokuroria ka theksuar se në periudhën nga 28 shkurt 2025 deri në 9 korrik 2025 të akuzuarit në mënyrë të paligjshme kanë lënë grumbulluar dhe menaxhuar mbeturina të rrezikshme. Mbeturinat sipas prokurorisë kanë përmbajtur substanca me veti shpërthyese të ndeshme, irituese, toksike, kancerogjene dhe ekotoksike në një parcel kadastrale në Vizbegov, për të cilën nuk kishin leje përkatëse nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, njoftojnë nga prokuroria. Më 9 korrik 2025, në lokacionin ka shpërthyer zjarr, i cili për shkak të përmasave dhe rrezikshmërisë nuk ka mundur të vihet nën kontroll. Me rast është djegur një pjesë e mbeturinave të depozituara në kundërshtim me rregullat. Kjo ka shkaktuar shlerim masiv të tymit të zi dhe ndojtje të konsiderueshme të ajrit, të konfirmuar nga majtjet e njësisë për mbrojtje atomike, biologjike dhe kimike pranë ARM-s. Nga prokuroria njoftojnë se pasoja përfundimtare e veprimeve të paligjshme të akuzuarve është edhe rreziku potencial i shkaktuar për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ndërkaq, ata theksuan se nga hetimi i tyre është konstatuar përgjegjësi tek një pronare dhe drejtuese e personit juridik të akuzuar dhe se akt akuz për veprime nga neni 230 paragrafi 6 është ngritur edhe një kundër një pronare tjetër të shoqërisë dhe të parcelës, thuhet në njoftimin e prokurorisë.